Ti ceke që bën edhe pastrimin e kufomave. Ka shumë raste kur sjellin kufoma në Kosovë. Edhe arkivori është i mbyllur hermetikisht. Edhe thonë nuk bën mu ha fare. Pse? Është që ndoshta është pastru edhe mendojnë që bëhet kufoma e papastër apo cila është arsyeja? Kjo pyetje është jo që nuk bën me qelë, se ti ki drejt me qelë arkivolin. Po nëse më qelëm hermetikisht e bojnë edhe me një arsye se më varet edhe që shukon vdekja. Nëse ka një vdekje për shkak ndeshjes ose vrasjes ose aksidenti i rënë, na e shohim se çfarë gjendje është. Edhe është një gjendje ka një treshtueshme pamjet, edhe për që ata dhe thonë na ma mirë mos e qelni. Dhe gjithmonë e këshyri edhe thëmë ja qelni, ja mos e qelni. Nëse mëj me ndreq në qatë moment ku foma të bëj pastrimin, nëse ftyra për shembull është në rregullt, amo tjerat pjesë në ashtë jo, amo ftyra po, unë e pregaditi që më konë në qefen e pështjellë që vetëm po fyrë, atëherë thëmë po, mundi me qelë. Amo nëse edhe ftyra nuk është në gjendje normale, ose është në gjendje trishtuese, atëherë thëmë hej, nëse më gani mu, ma mirë mos e qelni. Ma mirë se mane qatë person në kujtim që shikini njoftë. Se pamja e fundit, kom ju me gjithmonë kry. Në qatë moment që të shenë në momentin e fundit, gjithmonë kom e të metë në kry. Kur jemi këtu të pamjet e kufomave, me qenë se ke kufoma ndryshme që ka aksidente trona edhe si që ti mundohem që të paktën ftyra tjetë edhe ta kujtojnë me atë ftyrë. Besoj që ke pas ndonjë rast shumë tronë që ndoshta e ke pas problem edhe ndoshta me pregadit për me pastru edhe për me sjellë në Kosovë. Ki ndonjë rast që akoma e kujton që ka qenë ndonjë aksident i rënë apo ndonjë moment i vështirë edhe për ty? Po, ka pas disa raste se shembull aksidentet tjera kanë njerë janë qatë shtrona që prishet krejt trupi, ftyra, ose ka pas aksidente me tren që ka shkel treni personin, ose aksidente që u kall shtëpia për shembull, djeg trupat. Ato normal që tani kush son e përballon ato. Na që e bojna këtë punë, edhe për neve bollëron, se na nuk jem persona dekt mrena, edhe na kem ndjenja, na kem zemër e shpirt. Po na në qatë moment do të më konë profesionista. Unë gjithmonë them që ashtu. Në qatë moment do të më konë ma i forti prej tombe. Se dikush do të më bëj këtë punë. Edhe nëse unë e shoh që është e trishtueshme, edhe unë me prek dikon nashta ma ranë, unë e thëmë mos e qelni. Se me të vërtet mund më konë, mund me talu psiqikën në qatë moment. A ka pas raste që ka pas lëndime shumë të mëdha në ftyrë dhe ndoshta nuk ju ka leju familjarëve as ta shohin, më thënë ashtu në atë gjendje të ronë? Po, ka pas disa raste. Ka njëherë ka dhe familjarë që pa tjetër do me po. Edhe që i preferoj mos e qelni, mos e këshyrni, se nuk mund e përballoni. Po ka njëherë dikush të ja pa tjetër du me po. Thomë, okej, nëse do me rreziku është mendimi yt, atëherë ja mundsoj, po e tani masane ka një edhe i bim pishman, pse kam bu, pse kam po unë më nuna gjithmonë me thonë, hej, ma mirë jo. Se unë nuk jam në pozit, më janë dalu dikoj në diçka. Se prindi o prind, ose një o fmi, atë në qatë moment është i drejta e tina, nëse dëshiron, nëse pa tjetër don, do të një qelë. Ama unë e kom qef me këshillu, me thonë pse mos me bo, pse mos me qelë, ma mirë me majtë në kujtim që shika njoftë. 90% ngojnë, edhe thonë, okej, mirë, tjedi ma mirë në regull, ama ka dhe një 10% që se thotë, ja, pa tjetër du me po, tënë, ja, e përballon, ja, i bjen pëshmën. Ka dhe, ku pas raste edhe pas 2-3 vite, më kanë thirrë, më kanë thonë, hej, i kom ra pishman, hala po më njek qaj e pamja, edhe se nuk ka let. Unë, po thëmë, edhe mu ka njerë, unë përcjellin pamjet.
Amo unë e di qysh me përballu, edhe qysh me punu në kryt tem që milon dikur anësh. Se me harrusun e harran, ajo është fakt. Edhe unë shumë raste i kam që si harraj, amo di me përballu, ose di me qysh menagju veten. Po mos me melon afër zemrës. Me qenë se ti e punon këtë punë, sipas teje, çfarë këshille ju kishte jap të gjithë familjarëve, gjithë ata që ju ndodhin raste të tilla, në qoftë se e kam fjalën është vdekje normale, edhe pastrohet kufoma, domethënë pastrohet edhe mbyllet hermetikisht. A kishe thonë që duhet prap me hap kufomën apo jo? Po, unë thëmë po, se është e drejta e tyne. Se dikush që më se ka pa, ka që më përshëndet, ka që më dhonë lam të mirën e fundit, po. Ama një këshill që unë kam qef më dhonë të gjithve, kudo që janë, është s'pakti me folë njëherë në rrethën e familjes, njëherë për temën e vdekjes. Sidomos na shqiptarët, nuk kemi qef me folë për vdekje. Nuk e mendojnë fare. Jo, edhe e kemi nashtë edhe një tutë. Ose nuk e di nashtë, sa dhe para se me bësh punë, po deri sa nuk e diskutojmë si temë, na e kemi frikë. Po që tha, ama pse unë po them këto? Se vete kum pa, se ka pas shumë raste që edhe familjarët janë prish mes veti, për shkak rastit që ka ndodhur. Pse? Vjen ky thot, duhet më vorros këtu. Tjetër thot, ja, ama ne ta ka pas më vorros këtu, në Gjermani. Ky tjetër thot, ja, në Kosovë. Ky tjetër thot çështu, ky kështu. Pse se si marr përpara vesh hiç, nuk e di as çfarë amaneti ka pas. Është një pikë, edhe një shembull, ama edhe shumë sende tjera. Ose në fund për parën ashtu, për amanete, për sende, qonë tonë si cilë edhim nashta ma mirë. Edhe për që pse se s'kam folë kur për këtë tim. Për që ta unë një këshillë e jam, gjithmonë ullëni me familje, vish një herë bele, vish me të afrëtit, me las një motra, kretë, vish folin një herë, nëse desti, ku do më vorros? Laksoj, shala, ama nëse desti, vish kalzëm të di bele, une si djallë, si prind, si të di... Jo nesër mu kriju problema, jo. Për që ata, mos më prish familja, për këtë kuptime, ose për mos më veshje. Për që ta thëmë mami, po këti bele një herë folni, edhe inshallah është larg kësaj pune dhe shka la shumë gjatë vite, po me bo me ndonë nesër, çka bëhet tani? Kush e merr përgjegjësinë? Krijohet një problem tjetër. Veç që ata po thëmë pej përvojës se kum pa, është gjithmonë mirë s'pak t'i bile një herë me fol. Me ditë çfarë amanete ka çaj person, ose çfarë dikush thot ja du më vorros me arkivol, dikush pa arkivol, dikush thot mbas feje, dikush pa feje, atë duhet më vesh. Valon, ne e dim që transporti nga diaspora në Kosovë begje është shumë i kushtueshëm. Sa arrin me përballu këto, apo si shkon kjo procedurë, më thëmë pagun shtetin cilin ka jetu personi që ka vdek, apo familjarët në Kosovë e bojnë pagesën? Shteti, me thënë drejt, nuk nëmën aty fort, barët thash. Qysh ka jetu ai person, është po flasë për Gjermani, nëse ai personi ka jetu me socialit, do më thonë që ka marrë, si s'ka punu, ka jetu me parët e shtetit, atëherë ka mundësi që shteti mund mja lehtësu me mbulu do shpenzime, se s'ka pas të ardhna. Amo, ata aty kontrollojnë tani hinë fell, kontrollojnë a ka panu ai person që ka deka ka kontribu për atë vend. Jo, po dhe familja e tij. A punon dikush për familjes, sa të ardha i kanë, sa dhe ato po, a mundin me përballu vet, me bo ato financa vet, a janë për minimu.